që mendoj që kjo është një gjë generalacioni, pra generation trauma, që ajo është rritur ashtu dhe kur ne flasim, tani që unë jam e rritur që ta më trego për fëmirin tënde, kur dëgjoj femërinë e saj dhe mënyrën se si është trajtuar, se sa kanë vuajtur, si ka qenë marrëdhënia me prindrit, me nënën, pra praktikisht të kujton atë idenë që ti ke qenë një fëmijë në shërbim të këtyre dy prindërve dhe më pas u bëre një prindër në shërbim të këtyre dy prindërve. Pra nuk e kanë pas atë idenë, nuk kanë dhe thjesht ka transferuar në marrëdhëniet me fëmijët. Dhe mendoj që kjo është. Ndërsa unë e kam thyer në raport me djalin. E kam thyer aq shumë sa që ma mirë pasere më thotë që i vjen një prindër pa karakter. Se i arrit mëndin më shumë se duhet, i bën komplimente. Po, përveç se i bëj komplimente. Ti je më i miri. Nuk e kam shumë të ti je më i miri, por dua që ai ta ndjej dashurinë. Unë nuk jam më shumë te fjala, pra nuk është se unë e kam dashur në ndonjë moment, nuk e dua as tani që të vi mami ime dhe të thotë që ti je më e mirë, as ma ka thënë ku, dhe di që s'do ma thotë asnjëherë këtë gjë. Por ajo që unë kam dashur në fëmijëri është që ti ta ndjesh dashurinë. Pra, nëse nuk mund ta bësh, nuk mundesh ta bësh me fjalë, se mami im për shembull nuk është njëri i fjalëve në sensin që nuk i ka qejf këto të duat, por të paktën fizikisht, po dhe kjo fizikja ka qenë e largët, pra nuk kanë qenë ajo pjesa që ai të përqafoj, apo të puth, apo të ndjesh atë afërsinë, ngrohtësinë. Ndërsa unë me djalin jemi të pandashëm. Nuk nis mëngjesi pa puthje, pa përkëdhelje.